Policia e shtetit ka zbuluar dhe goditur 3 raste të organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit në zonën e Laçit dhe Milotit në Kurbin, ku ambientet ishin përshtatur me makineta dhe tavolina pokeri. Operacioni koduar rastet u organizuan mbi bazën e informacioneve të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe çoi në zbulimin e këtyre aktiviteteve të paligjshme. Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e policisë sekuestruan 15 makineta, 3 tavolina pokeri, sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë të ndarë në doza, një shumë parash si dhe sende të tjera që shërbenin për zhvillimin e lojrave të fatit. Në kuadër të operacionit u arrestua shtetasi Shkëlzen Prendi, 21 vjeç dhe Dorian Medha, 33 vjeç, ndërsa u proceduan penalisht shtetasi SSH 61 vjeç në një lokal në Laç në pronësi të këtij të fundit dhe që dyshohet se administrohej në bashkëpunime të arrestuarit, u gjetën 8 makineta, 2 tavolina pokeri dhe lëndë narkotike kokainë. Gjithashtu u arrestua shtetasi YV 45 vjeç, pasi në lokalin e tij në Milot u gjetën pajisje që përdoreshin për lojra fati, si dhe u shpall në kërkim shtetasi Pjetër Leshi, 31 vjeç. Pasi në një ambient në pronësi të tij në Milot u konstatuan 2 makineta, 1 tavolinë pokeri dhe pajisje të tjera. Ndërkohë, pas këtij operacioni, drejtori i policisë vendore në Lezhë, Islor Islami, ka dhënë ndërheqje nga detyra që ushtronte prej muajit janar të këtij viti.